Të programit të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkodër. Si çdo ditë ju përshëndes nga kjo studio me të ftuarit e mi. Shkodra e shumë traditave, ka dhe një veçanti. Është qytet i biçikletave. Biçikleta si një element i jetës urbane, si një mjet i mrekullueshëm i lëvizjes, është bashkëshoqëruese e qytetarëve në Shkodër. Në hershmërinë e saj, natyrisht në ecurinë e viteve, atëherë kur përpara dyndjes ose arrogancës, mund t'i them, të mjeteve të ndryshme automobilistike, qyteti vlonte nga përshëndetja e një lumi të madh biçikletash që çdo mëngjes shkonin, shoqëronin njerëzit për në punë. Zona industriale është përmendur shumë për këtë lum të madh të njerëzve, por dhe rrugët e qytetit. Dhe kjo traditë vazhdon. Pikërisht bashkia ka caktuar një ditë të evokimit të kësaj tradite, e cila vazhdon, por gjithsesi duhet mbajtur krahas mjeteve të tjera të transportit. Për vetë veçanësitë që ajo ka, për vetë benefitet që jep shëndetit, ambientit, lirshmërisë, mundësisë për të komunikuar në mënyrë të shpejtë e të tjerë. Pra, do të kemi nesër ditën e biçikletave në qytetin tonë. Për këtë sot unë mendoj që të bashkëbisedojmë me zotin Gentian Mema, drejtor i drejtorisë së turizmit në Bashkinë Shkodër. Mirëmëngjes Gentian, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. I ftuari im është edhe Sokol Gjoni, alias Rea Koli, i njohur edhe me këtë emër, pasionant i biçikletës, të cilin biçikleta e shoqëron në përditshmërinë e tij dhe natyrisht është një mjet shumë efikas, apo jo? Po. Gentian, do deshëm të dinim si do të organizohet kjo ditë e biçikletave. Kjo ditë që besoj ka një pjesëmarrje të madhe me këtë mjet që është i pranishëm në jetën tonë në Shkodër. Po, dita biçikletave në fakt ne kemi menduar që të koincidojë edhe me javën europiane të mobilitetit urban, ku në gjithë Europën i kushtohet një vëmendje veçantë lëvizjes me biçikleta për vetë benefitet që sjell kjo lëvizje, reduktimin e transportit me mjete të motorizuara dhe përdorimit sa më në masë të biçikletës. Por fat mirë, Shkodra ofron këtë mundësi, pasi është në një terren mjaft të sheshtë, por edhe distancat në Shkodër nuk janë shumë të larta. Pra distanca më e largët është nga Baqalleku dhe Fermentim, është rreth 12 kilometra, që për një ciklist, për një përdorues të biçikletës nuk është një distancë shumë e largët. Dita e nesërme zhvillohet në bashkëpunim me organizatën Llodor, me president zotin Kasariot Faci, të cilët me një angazhim maksimal janë përpjekë që të sjellin një aktivitet i cili besoj se do të ngjallë interesin e qytetarëve. Aktiviteti synon, siç e përmenda më përpara, promovimin e lëvizjes me biçikletë, të përdorim sa më shumë biçikletën. Por këtë vit ka edhe një element tjetër që do dosha ta përmendni, që është elementi i sigurisë. Pra do të nxiten të rinj që të përdorin edhe kaskën e biçikletës në mënyrë që të mund të ruhen nga aksidentet që janë eventuale gjithmonë, pasi jemi edhe në një trafik goxha të rënduar, një trafik goxha të shtuar të makinave dhe siguria e lëvizjes në rrugë është gjithmonë një element, ky është një element prioritar. Do të ketë aktiviteti, do të ketë elemente nga më të ndryshmet, një ndërtash një performancë artistike nga aktorët e cirkut të Tiranës ose nga artistët e cirkut të Tiranës. Do të ketë fëmijë të cilët do të bëjnë punime të ndryshme me temë biçikletë, punime artistike, punime dore, që nga vitin vit kanë gjallë mjaft interes. Do të ketë ekipe të ftuara edhe nga qytetet e tjera, do të kemi nga Gjakova një ekip shumë që vjen pothuajse për çdo vit në Shkodër për ditën e biçikletës, janë pasionantë të biçikletës. Do të ketë nga Tirana të ftuar, marrin pjesë edhe shoqata bashkive dhe GIZ, të cilët synojnë që të sjellin javën europiane të mobilitetit urban.
Besoj do të jetë një aktivitet goxha kompleks dhe i pasur që besojmë do të ketë ndikimin e vet në masën e komunitetit. Ku do të zhvillohet dhe kur do të zhvillohet ky aktivitet? Aktiviteti zhvillohet nesër në oborrin e bashkisë në rrugën pedonale, në orën 10 sahati fillon aktiviteti dhe zgjat deri në orën 12:30. Do të ketë edhe një shëtitje demonstrative nëpër qytet me të gjitha moshat dhe me bicikletat që do të jenë aty. Dhe besoj se do të ketë pjesëmarrje të gjerë nga qytetarët e Shkodrës. Të ofrosh në këtë aktivitet mosha, njerëz që janë shkodran, por edhe që vinë, do të thotë që këtë traditë të Shkodrës ta përhapësh, do të thotë ta bësh interurbane, do të thosha, të japësh ndoshta një shembull. Në fakt, përdorimi i biçikletës në Shkodër është mjaft i përhapur. Madje ai që në hershmërinë që më se një shekull është një ndër mjetet prioritare të komunikimit, apo jo? Po, Shkodra ka një histori më shumë se një shekullore, që në fillim të shekullit 20 faktikisht ka rekorde historike që tregojnë që ka hyrë bicikleta në Shkodër dhe që atëherë shkodranët kanë përqafku shumë shpejt përdorimin e këtij mjeti, është bërë një mjet shumë i dashur, jo vetëm për përdorim të përditshëm, jo vetëm si një mjet utilitar, po edhe për sa i përket sportit. Ne kena garat e hershme sportive, më të hershme sportive janë zhvilluar në Shkodër. Gara parë ciklistike. Absolutisht, gara parë ciklistike në rrethët ciklistikit të Shqipërisë, sportistët shkodranë gjithmonë kanë lënë gjurmën e tyre, kanë qenë gjithmonë në vendet e para dhe kanë udhëhequr gjithmonë rrethët ciklistike të Shqipërisë. Por edhe do të theksoja edhe përdorimi masiv i biçikletës sipas një sondazhi që është zhvilluar në vitin 2012, rezulton që Shkodra është një ndër qytetet lider në 10-shën e parë të qyteteve të Europës që përdorin për përdorimin e biçikletës. Po, është një dhënë mjaft interesante. Natyrisht përdorimi i biçikletës është një mundësi e mirë, lëvizje që ta ofron terreni i Shkodrës, por edhe një mundësi e mirë në komunikim me ambientin përreth, një mundësi e mirë për ta mos ndotur atë, një mundësi e mirë për të lëvizur në mënyrë shumë komode në distancat tona. Gjithsesi, benefitet e përdorimit të biçikletës janë shumë të shëndetshme. Patjetër, ka shumë elemente të cilët na shtyn që t'i japim prioritet lëvizjes me biçikletë ose të paktën të promovojmë lëvizjen me biçikletë. Siç e thatë ju, është e para është shnetshme, që është pjesa më kryesore, është shnetshme, bën mirë për organizmin, ruan ambientin, pra edhe kjo do të bëhet të jesh në një ambient më të shnetshëm, është ekonomike. Është shumë më shpejt, pra po të dalësh me bicikletë me makinë nga shtëpia, stresi i parkimit, kostoja, gasi me bicikletën nuk ka të krahasuar. Por përveç asaj, bicikleta është edhe në mendimin tim është edhe fashion, është e bukur të nisësh bicikletën. Është edhe element atraktiv. Përveç asaj, në Shkodër besoj se bicikleta është edhe një atraksion turistik, sepse shohim shumë vizitorë të huaj të cilët marrin bicikleta me qera dhe bëjnë gjyrën nëpër Shkodër apo edhe në liçen me bicikleta. Janë disa prej ose pjesa më e madhe arsyeve për të cilat ne synojmë që ta promovojmë ose ta mbështesim këtë lëvizje, po themi, me bicikletë. Ja kemi Sokolin që është një ndër pasionantët e shumt. Ne vetë jemi përdorues të bicikletës, por që ti jesh pasionant do të thotë ta zhvillosh akoma më shumë dëshirën për ta aplikuar si mjet lëvizje, apo jo Sokol? Shiko, bicikleta, tha dhe Genti më përpara, jo vetëm që është një mjet i cili zgjidh shpejt e shpejt punë në qytetin tonë, të ka një qytet fushor, por është edhe një kulturë në qytetarëve tanë, e cila jo vetëm duhet promovu dhe dhënë një shtytje. Mendoj që me kalimin e kohës na duhet edhe një muze për biciklete, sepse shkodranët identifikohen si qytetarë të cilët përdorin bicikletën çdo ditë. Unë më mend kur isha i vogël, i shikoja njerëzit kur shkonin punë me tufa, në qoftë më lejohet
ky lloj krahasimit, por thjesht kjo është e vërtetë. vetëm në mënyrë metaforike, pra grumuj dhe shkojnë punë me bicikleta. Pra dalim te pyetja e ju drejt për drejt te pasioni. Pasionet janë ata që na marrin gjallë. Çdo njeri ka pasionin e vet. Unë sigur edhe shumë tjerë kam pasur të kultivuar për familjes pasionin, sepse nuk ka shtëpi në Shkodër që nuk ka bicikleta. Madje një herë një kohësh than nuk ka shtëpi në Shkodër pa 2 bicikleta. E vërtet 2, 3 e 4, ka mendoj që sikur t'i vëmë gjithë bicikletat në rresht nga fillimi, kam frikë se dolin më shumë bicikleta se njerëz. Dhe marka të ndryshme, duke filluar nga Bianchi, Unë kam pas Superla, Mifa, në periudhën time të vigjilisë, kineze, sovjetike më herët, në vitet gjermane. 80 kanë mod bicikletat kineze dhe Mifat. Bianchit janë shumë më përpara, janë në vitet 30-40, pra në kohën e Italisë. Po me që përmendet muzeun e bicikletës. Po, do ishte i nevojshëm dhe unë jam shumë pro dhe do të isha shumë aktiv. Sikur na nepet mundësia që ta krijojmë këtë muze, me që kemi edhe Gentin tu. Pse jo, nuk i dihet. Gjëra duhet marrë me radhë janë, por duhet bëja ajo rrugë e bekuar për bicikletat, sepse është një paradoks i madh. Do ta prekim pak më vonë. Okej. Edhe në hershmërinë tuaj, atëherë, po thoshim kineze ishte ajo më trendi, sepse ishin ato lidhet me Kinën akoma, që vazhdonin edhe tregu ishte i mbytur, le ta quajmë, i njohur bëjë me bicikleta kineze, ishin 3 lloje bicikletash, më kujtojnë shumë mirë sepse një prej tyre bleva vonë. Kanë bicikleta më 28 që kanë 26 gjarpnush, mandej vietnameze. Pra ishte një bicikletë tjetër si kineze, u quajti vietnameze, u njifte u identifikohet të drita, sepse bicikletat kineze kishin dritën rromullake, kurse vietnamezët e kishin në mënyrë tjetër më me formë. Si gjithë të rritën atëherë punova mujtë e verës, kam punu që në vogli, për thënë drejtën, edhe bleva një bicikletë. Ëndër për shumë. Po, kam kanë në vetëmi të lagje që kam pas bicikletë dhe kur dasha më shifshin kështu tonë me kureshtje, ku e mori tek e mori çaj bani, filloshim në hipotezat e ndryshme. Dhe qysh atë nuk jam dha bicikletës. Pastaj me emigrimin në Itali, ku atje jam mësu me gujtat e gjata, pra italianët janë një qesin e bicikleta. Pastaj edhe me rikthimin tim, pasioni im vazhdon sot e kësaj ditë, kam më tepër se një bicikletë, në kjo se duhet të them numrin e saktë, unë kam 7 bicikleta të mia personale. Të imagjino, rekord. Ka tjerë që kanë më shumë, po unë hyjnë ata njerëz që apasionum. Bile ka herë thëmë me veti që pres një ditë flajë me bicikletë, sepse nuk që di. Në fakt, ajo që ju bën pasionant, mes shumë njerëzve të tjerë që kanë pasion bicikletën në Shkodër, është se ju udhëtoni në ditë të bukura, pranvere, të kohës së mirë, por në distanca të gjata, në relieve dhe malore dhe në kohë të ndryshme të vitit, gjë që e vështirëson paksa. Atëherë, ultimet janë sfida, një farë mënyrët janë edhe kënaqësi për një të apasionuar me bicikletë. Kalon pak edhe në mani, sepse ti do të dhënosh një rekord tallën personal, nuk e ke me asnjë, po thjesht janë arritjet e tua që njeriu duhet t'i realizojë në jetë. Ultimet zakonisht ne i bëjmë në mënyrë të organizuar, jemi një grup miq, jo në një sigël e veçantë, mbillemi te teatri. Kur grupi është i madh bëjmë ultime më të vogla, kur grupi është pak më i vogël bëjmë ultime më të gjata. Ne që jemi pak, le ta quajmë, më të fortit në thojza, edhe fizikisht, sepse të bësh një ultim gjatë dënë dhe përgatitje fizike, duhet me pas një background sportiv të lanë maskrave, cilin unë e kam. Unë kam arrit me ba një ditë bashkë me disa miq, edhe 200 km, 200 km, me në ditët. Pra na kena ba Shkodër Theth, që është në rekordet e mia, është një rrugë më e njëshme. E kam thënë në intervista të tjera, kur kam qenë ftuar, kemi qenë një grup për 7 vjeç, ku vetëm 3 arritën, 4 fatkeqësisht nuk ja dolën më. Qëndruan gjatë rrugës. Nuk ja dolën më sepse është një malore shumë e fortë. Kena bë 5 orë 40 minuta. Dhe atje kur kena shkuar te kisha, kena taku me që Genti e ceku edhe organizimin
e ditës bicikletave, cila organizohet nga shoqata Vador dhe zoti Kastriot. E përshëndesim zotin Kastriot Faci. Kemi takuar atje dhe Meti Manitën dhe fill aparatin edhe për na bate foto ne ishim shumë mllaç, sepse rruga dihet si ishte. Edhe tha, Kol tha, unë nuk kam me pa fjalë, tha, na me makinë tha me zja dolem sa jo me bicikletë. Këto gara me veten dhe me të tjerët duhen të certifikohen, nuk keni tentuar që të realizoni diçka zyrtare? Shiko, nëpërmjet rrjeteve sociale na jemi certifikuar se gjithçka tani shkon në rrjetet sociale dhe njerëzit ta njohin. Me që po flasim për certifikimin, me datën 6 tetor do organizohet një garë e cila mbështetet nga familja Bakalli, pra gara ka emrin e të njerit Gilman Bakalli, e profes, i cili ishte një nga nismetarët le ta quajmë e lëvizjeve me Mountain Bike. Aty jam takuar edhe me profesorin për herë të parë, tham profesorin sepse unë kam marrë fakultetin e gjuhës huja dhe kam pas mundësi të takohem me të. Ai ka një njeri i cili e donte shumë bicikletën, ishte edhe një njeri shumë i fortë, por jeta siç duket mori për vlerat e këtij njeriu. Në ndërimin e tij bëhet kjo garë dhe besoj që do dalë një gjë shumë e bukur. Organizimi është bë shumë i mirë me sa jam në djenjë. Do ketë pjesëmarrës nga gjithë Shqipëria, deri tani janë rreth 50 vjet që janë regjistruar, pra online. Gjë që tregon që ka masivitet. Besoj se do kemi edhe mbështetjen e mediave. Kjo është një dëshmi që Shkodra është tradit në Shkodër dhe bicikleta është tradit në Shkodër dhe kjo tradit nuk është thjesht e ngucur, është një dëshirë, është një mundësi gjithmonë e mirë për një adrenalin, për një lëvizje, për të komunikuar me natyrën, por edhe me lëvizjen, me benefitet që sjell ajo. E keni natyrisht të afërt këtë rezultat që keni patur nga lëvizja me bicikleta? Patjetër, bicikleta është një mjet i cili të marrë në formë, unë i them tanë me bicikletë nuk është të dobësohesh. Disa më thonë do marr një bicikletë, do lëvizi dhe do dobësohem. Ma ke parasysh, i them, shiko, me bicikletë nuk dobësohesh, bicikletë të marrë në formë. Kështu që mendoj që dobësohesh me diçka tjetër, po të rresh në formë me bicikletë. Pra se të ecësh me bicikletë jo vetëm je person sportiv, por je edhe person social. Sepse shkon në vende, takon njerëz, socializohesh, shkëmben kulturën, shkëmben mendimet, shkëmben eksperiencat. Pra është një tërësi komponentesh të cilat i bëjnë njeriu si nga ana fizike dhe shpirtërore. Keni këtë kontakt të vazhdueshëm, socializimi, madje edhe krijimi i grupeve për të lëvizur me bicikletë është një mundësi shumë e mirë për të komunikuar me njerëzit, me natyrën, me çdo gjë që ajo të jep. Madje edhe Genti është një nga ne, i cili mundësit ndoshta nuk i ka ashtu si ne, sepse varet gjithçka tek punat e oraret, le ta quajmë. Po për ndryshe nuk do të ishte në qendër. Është njëri i cili lëviz me bicikletë, ka një road bike të mirë, është një person i cili i pëlqen më tepër asfalti, kurse un jam edhe për asfaltin, edhe për rrugë të le ta quajmë këqija në thojza jashtë asfaltit, edhe për llaçin. Bicikletën e du në 180 gradë. Shumë bukur. Ne njerëzit e përditshëm që kryejm punë dhe lëvizin me bicikletë jemi për asfaltin, por kjo s'do të thotë që mohohet ajo rrugë e mrekullueshme për rreth Shkodrës, ai atraksion turistik që duhet të preket jo vetëm me makinë, por me bicikletë. Ai është kontakti me natyrën. Ai është kontakti. Sepse unë i them tonë, më them jo. Nuk ke nevojë them me shëtit shumë edhe me dal jashtë rrethit. Mjafton shëtit rrethinat e qytetit tonë dhe Meti Manitën. Shkodra ka evoluar, absolutisht. Ka evoluar, ka rrugë të mira, siç po çosh anai ka gru mira, janë disa rrugë fantastike që të zjarrin drisht, ka rrugë tjera, ka shtigje të mira, këtej ka kuçi mundesh me shku, ka vende të bukura. Pra është bërë rruga Gurizi, të shku për Vaudes, janë tanë shtigje të mira të asfaltume. Pastaj kemi shtigjet e pa asfaltume që janë për njerëzit ma me përvojë. Kemi miqtill të cilët i bëjnë, Nasha Driti, mandaj kemi edhe një grup të fortë në Shkodër, djemsh të cilët kanë fituar edhe kupa në Tiranë, pra janë kampiona, janë Diamanti, me Ergys Boxin, janë njerëz të cilët kanë fituar trofe. Janë pak në heshtje, pa unë gjithmonë i promovoj kur më vetë mundësia këtyre djemve, se janë djemë që jetojnë bicikletën, janë familjarë të mirë, janë ata personum.
Unë sa herë dal me ta dhe shoh vetin se njihem mirë. Janë shumë atë unë bëlem thonë kol si ka mundësi si e ka çaktiv edhe na përballoni them është çështje mentalitetit edhe për kushtimit. Është diçka e veçantë sepse Gendi e përmendi bicikleta është edhe një mjet tepër komod, elegant, me të cilën mund të komunikosh edhe si mjet. Mund të përkujdesesh për të, është shumë e rëndësishme që cili do instrument të jetë pranë teje, në çfarë do lloj fushe, të jetë shumë i afërt edhe për të shërbyer në një rrugë ku diçka nuk shkon, menjëherë mund ulesh ta riparosh, të kesh diçka me vete. Në kohët e hershme, domethënë në vitet kur mungonin pjesët e biçikletës, kapërtonat janë realizuar me lloj mjetësh dhe edhe atëherë nuk është braktisur bicikleta në Shkodër, është kështu. Ashtu është, domethënë njeriu kur fillon që ka pasion bicikletën, se edhe mund pa diti i fije sokoli, unë e kam një bicikletë që mundohem me dal aq sa më lejon puna, familja, mundësia, koha. Dhe kërët një raport të veçantë me bicikletën tonë, është një mjet shumë i dashur, edhe njeriu mundohet me majtë sa më mirë sepse është mjet shumë i rëndësishëm që të shërben çdo ditë dhe që e përdor shumë shpesh. Pra, se kulli mund ta flasim në kije më gjatë, se si është raporti i përdoruesit të bicikletës me mjetin e vet, me bicikletën e vet. Që mundohesh me majtë po bëj krahasime. Atëherë, pa i vjallë kohën Gentit, pa thjesht jam pak më ekspert në këtë drejtim, sepse edhe vetë puna jeme, unë kam edhe një biznes të vogël ku komunikoj me bicikletën për ditë, si thënë fjallës, përveç pasionit, dhe dalim të kjo puna e asistentes mbi bicikletën. Zakonisht kur bëhet një udhtim, njeriu duhet të kontrollojë bicikletën para. Pa diskutim, sepse jo të gjitha bicikletat janë të gatshme me përballu udhtimin, Bicikletat janë të kualiteteve dhe të cilësive të ndryshme, edhe të le ta quajmë rrugëve të ndryshme. Pra, kemi bicikleta qytetit, city bike, kemi bicikleta shpejtësie, road bike, kemi bicikleta jashtë rrugët, cross country, kemi bicikleta për hellje, jumping. Pra, janë disa lloje bicikletash. Ju po përmendni shumë, madje disa që kalojnë në fantazi me lëvizje gati marramendse. Sa të interesuar janë njerëzit në Shkodër për këtë lloje. Besoj se bicikleta qytetare është më ajo përdorshmja, më e përdorshme është ajo qytetit, city bike, sepse përdoret nga të gjitha është masiv, le ta quajmë, me të cilën mund të kryesh punë të shpejta në qytet, mund dalësh bash një rrugë deri në Shirok etj. Pastaj kalojmë te road bike-at, cilat janë bicikleta shpejtësie për asfaltin, pra bicikletat e ndërthojë të ciklizmit, ku ti ke veshjen tënde dhe vazhdon udhimin, arrin një shpejtësi edhe maksimale. Ka interes për ta? Ka interes për bicikletat, sidomos po rritet shumë interesi për mountain bike-un në Shkodër. Nuk është alaja kultura që të dohet ndarja bicikleta, po kanë filluar njerëzit, sepse këto janë bicikleta pak të kushtueshme, sepse janë specifike me amortizator të një mallësie të ndryshme, ka për aty me dopje amortizator, pra ka bicikleta alumini derdhur, karbonit etj. Tirana e ka masive, çuditërisht, bele unë para shumë kohë bëna një reportazh ku poshtë Tiranë lëvizja me bicikleta ishte shumë më e madhe se sa në Shkodër, flas për bicikletat sportive, jo për bicikletat road bike. Kjo edhe në raport me numrin e popullsisë, sepse Tirana është gati 1 milion banor, Shkodra është 200.000 banor, pra. Duhet të jesh i përgatitur për udhtimin. Pra, ti merr bicikletën dhe bën një kontroll i herë kapërtona në çfarë gjendje janë, sepse kapërtoni po nuk je në gjendjen e tij të mirë, duhet të përballoj 3-4 kilometra minimumi ose 80-90% sa do të bësh. Dhe do shikohet pastaj janë sinxhirt, të cilët duhet parë me vëmendje, sepse sinxhiri po të put mandej me të rrugë. Nuk është gjithë marrin sinxhirt me vete, si mund të jem unë o disa tjerë që dim mi vu etj. Duhet të kesh me vete edhe një çantë, o çantë shpinët o bicikletet, cilit zakonisht edhe kanë të vume në samaj e tyne, ose një çantë brapa ku të kesh një komodare, diçka emergjente që po të shku ta vesh në vend, 2 le ta quajmë lukë të heqjes të kapërtonit. Pra këto janë gjërat më elementare që duhet me i pasi njëri kur don me bëj një udhtim. Ju ka takuar shpesh ose ndonjëherë që
të kesh me njëherë ndihmën në shpejt dhe ta zëvendësosh për të vazhduar Patjetër, shumë herë. Një herë ishim shaz me grupi ishte shumë i madh, ishim rreth 20 vet. Sa afru me të dugana në këthim, në nolli, atër bele fillim e ra një shiu fut me të kapanoni dugan s'kullar makinat në lejune ato duganjerat, shumë sjallshëm. Edhe aty hoqme, pikme, unë aty shpejt e pika, hoqa dhe avuna fillon nulltimin të në grupi, se zakonisht kur null dikuj, na nalemi dhe fillojmë. Mjeti i bicikletës është, do më thënë, ajo mundësi që t'jep për televizor, por shumë e rëndësishme është rruga. Relievi në Shkodër... Aty më rrit, rruga! Aty më rrit! Brenda qytetit, në një relief fushor, mundësia për televizor është shumë e mirë. Por rruga është diçka tjetër, korsia është diçka tjetër. Në lëvizjen marramendse, që sot për ne, për rrugët tona kanë automjetet, bicikleta sikur stepet paksa janë të emargjinuar, rrugë shpigje për të kalu, por gjithsesi atëherë Shkodra është sa është qytet i madh, është edhe qytet i vogël. Me shtimin e popullsisë, me shtimin e automjeteve, trafiku është rënë. Është një projekt i bashkisë, janë disa kursi të bëra nga bashkia faktikisht, po të cilat zihen nga makinat dhe ne e shohim për çdo ditë. Është një problem i madh. E shohim për çdo ditë. Është në gjegja qytetare që është zero, sepse unë kam ballë time shumë jashtë. Para pak kohë bëra një udhëtim Shkodër-Budva. Dhe sinqerisht, të rrinë 1 metër larg shoferat dhe mundësisht kur ti nalesh, ato të nalen dhe të lëshojnë rrugën. Tu tek ne, dojnë me bë garë me ty, i duket se ti po i kalon, se ti nisën punë tënde, sikur po i merr rrugën. Pra, hapësina për ty nuk ekziston. Respekti për ty nuk ekziston. Vetëm ata duhet me kalu. Mendoj se ky është një problem. Është një problem që duhet është problemi i ndërgjegjësimit qytetar duhet jenë të ndërgjegjshëm që kur i afrohen bicikletë ato rrezikojnë ciklistin. Bile po lexosha një lajm para pak ditësh në Angli sankcionoshin me xhob distancën e bicikletës me 1 metër e gjys. 1 metër e gjys. Nuk duhet me thyer distancë sepse xhoba ishte goxha e kripun për se ti e trem kur i afrohesh me makinë. E trem qytet atë që përdor bicikletën. E trem dhe rrezikon me shkaktu aksident për ciklistin. Faktikisht zbatimi i ligjit në shumë fusha këtu tek ne lën për të dëshiruar. Ashtu që është ndërgjegjësia qytetare sepse jo gjithçka domethënë duhet të rregullohet me ligj, por të paktën kursitë e bicikletave të mos zihen dhe organet e rendit ta shohin më me përparësi, organet e qarkullimit rrugor ta shohin më me përparësi. Nëse do të vendosesh gjoba, aty gjithmonë ka një ndërgjegjësim tjetër në raport me këshillimin, në raport nganjëherë bëhen shkak edhe konflikteve të çastit, sepse në një korsi aty ku është vizuar për bicikleta në më të shpeshtën, në rrugët kryesore, unë lëviz nga Xhabie në Parruce më tej dhe vazhdimisht në një rrugë ku ka lëvizje në të dy korsitë, korsia e bicikletave është zënë me parkimin e makinave. Kjo është një ndër problemet që mund të shkaktojë edhe aksidente. Dhe përpara një problemi të tillë ku mund të rrezikohet jeta e njeriu, nuk ka më diskutim. Një gjob është minimumi, është minimumi. Duhet edhe një rregullim faktikisht. Tash unë nuk duhet ja lëm fajin gjithë qeverisë ose bashkisë, sepse edhe ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm sepse kaq janë mundësitë. Kuptoj që është më mirë të bëhet më shumë. Unë sa herë kam pas kontakt me zonën kryetare dhe me njerëz cilët janë afër bashkisë, e kam shtruar problemin. Se gjithmonë ka premtime, po jemi edhe në një situatë politike jo të favorshme. Është një projekt që të bëhet me bord. Pra, sepse na kemi jemi të çuditshëm ne përdoruesit e makinave, po dal pastaj tek përdoruesit e bicikletave. Ne po nuk pa me një barrierë, na e shkelim. Për ne është rruga jonë. Jo, ajo viza e verdh tregon diçka, që ti nuk do ta kalosh. Të bësh një krahasim të vogël me Tiranën, ku unë i kam pa ata, pa lezet. Është i qumë, bordi, mundësisht ka dhe shtyllat penguese, plastike, po dhe vedhe metalike, që makina mos ta kaloj. Pra,
është rruga për biciklete, pista ciklabile dhe rruga për këmbësorët. Afër njëra tjetrës të dyja, në krah. Po ti kalon lirshëm atë. Kështu duhet bëhet edhe në Shkodër, sepse Shkodra meriton. Shkodra edhe herë është qyteti i bicikletave, është kultura jonë. Pra bëron prej nesh, jemi të partë, të cilët kemi përdorur bicikletën. Qysh e ka ardhur historia dietma e konsullit austriak 1810, pra imagjino tash, kemi 100 sa vjet më tepër, pra në qoftë se bicikleta në qytete të tjera pa të keq, ka shku shumë vonë tek ne, ka kanë. Unë kam një patent bicikletet të gjyshit tëm në shtëpi. Pra përdori, pra bicikleta ka pas patent. Dhe faktikisht për shpejtësisë sot nuk e mora, ku tregon që kjo patent i lëshohet personit me fotografi me tana Gjandarmaria, me emrin e tana. Dhe ki pas drejt vetëm një person me hyrë në të. Çfarë rregullash? Në kohë të zogut, Në shërbej kjo ditë e nesërme e promovimit të traditës së bicikletave, ashtu siç tha edhe Genti që ka një element të shtuar, ajo që lidhet me sigurinë, me kaskën, me përdorimin, e let në shërbej që të kemi, si thuash, iniciativa për të shtuar ndërgjegjësimin ndaj lëvizjes me bicikletë. Është një mjet i padiskutueshëm në Shkodër. Tjetër, bicikleta mund të themi sot është mjeti, është pavarësisht se ne na duken shumë makina, po prapë më shumë përdoret bicikleta se sa makina. Siç e tha Sokoli, ne kemi nevojë si qytet që të bëjmë rrugë të bicikletave, të bëjmë më të përshtatshme, sepse kështu mund ta nxisim shumë më tepër lëvizjen e bicikletë. Korsit duhet jenë, modelet janë të gatshme, ne nuk kemi nevojë të shpikim në gjatë të re. Në gjithë botën modelet e korsive të bicikletave janë të gatshme. Ka modele nga më të ndryshme, thjesht me zgjallë më të njëjtin. Nuk mjafton në Shqipëri thjesht vizimi i rrugës me vizimi i rrugës si korsi bicikletës. Duhet të krijohen patjetër hapësira të dedikume për bicikletët, sepse qytetarët me sa shifet nuk e respektojnë të ndoshta kjo është një ndër sfidat e mëpasme, të cilët natyrisht do të duhen, ne dëshirojmë që të zbatohen. Ndërkohë përjetësimi i bicikletës si monument i lëvizjes, si mendohet të realizohet? Ndoshta kemi edhe vepra arti të cilat ne mund të vendosim për të referuar një tipari të qytetit. Në fakt ka një projekt që pritet të realizohet së shpejti për sa i përket hymjes së qytetit, aty po është ura vjetër e Bunës dhe pedonalja e Bunës. Dhe në të përfshihet edhe një monument për bicikletën, i cili besoj do të jetë një element goxha atraktiv pjesë e kësaj ndërhyrje të re që do të bëhet në hymjen e qytetit Shkodrës, pasi është një rrugë që ka pas nevojë për ndërhyrje, sa është edhe vetë hymja e qytetit, pra thotë vetë fjala hymja e qytetit dhe shpresoj që të realizohet së shpejti. Edhe para disa ditë kryetarja e bashkisë bani një deklaratë në lidhje me këtë. Bashkia ka pjesërisht mundësinë për ta kryer këtë ndërhyrje këtë projekt. Projekti është i gatshëm siç e përmenda, ka nevojë edhe për financim nga qeverisja shqiptare. Të shpresojmë në realizime. Jo të shpresojmë, ti bëjmë se shpresa u plak tash, shpresa ka kanë vogël, arrit, a plak, duhet bëj fëmijë, duhet laj trashëgimi, pra. Ndërkohë që kjo traditë që gjithmonë kultivohet, përtrihet, promovohet, është një ndër motorët e lëvizjes në Shkodër. Dhe kjo ditë, të cilës besoj do t'i drejtohen shumë qytetarë të Shkodrës, por dhe ata që do vinë për ta realizuar këtë ditë, do të jap mesazhet e saj, mesazhet e përdorimit më të shumë të bicikletës, të aplikimit të këtij mjeti kaq miqësor, kaq shoqërues, do thoja, kudo që të ndodhesh, sepse është shumë praktik edhe komod. Apo jo, mund të lëvizësh, mund ta vendosësh në një karroceri makine dhe mund të lëvizësh përsëri. Të ka ndodhur ndonjëherë, besoj, Sokol? Unë i them tanë miqve, dhe vetëm miqve, po edhe njerëzve që takoj, se fatmirësisht me punën time, pak me televizionin, pak me bicikletat, jam në kontakt me shumë njerëz. I them tanë, ne jam. Bicikleta është kali modern.
Në qovë se ne në mesjet kena pas kalin, cilin jena përkushtu, e kena trajtu mirë, e kena ushqy, sepse na ka dhanë mundësit edhe me udhëtu, me punu tokën e tjerë, sot bicikleta t'i ofron ta mundësi. Nuk është e kushtueshme, nuk ka një kostë të madhe, por ka një veçanti që me bicikletë mund shkosh kudo. Në makinë ti shkon deri një farë vendit, rruga është e prishur, 1-2 rrumë në lu. Njëjtën gjallë me motor, sepse unë kam qenë pasionuar mas motorave, tash kam zbrit bicikletë dhe nuk i ndahem më. Shkon deri një farë vendit, nalesh ke një trumë pamit. Me bicikletë çfarë bën? E merr bicikletën, se ka bicikletë lehta, po shojnë deri 7-8 kg, 9 kg, pra 9 kg që janë. Na fëmijë kena bajt 2 strajt sa me ka 10 kg. Ku kena dalë me be, gjendi edhe më tepër bile. Deri 12. Nëse edhe trak është ka përcen. Trak vazhdon rrugën. Pra, me bicikletë je pa ndalshëm. Prandaj kontaktin që tani bicikleta është lirin, je shumë frikë me bicikletë. Nalesh, flet, përshëndet, shef diçka, fotografon. Në makinë nuk mund të i bash tanto gjëra. Pra nesër në orën 10, patjetër një thirrje, një mesazh për qytetarët e Shkodrës. Patjetër unë bëj thirrje qytetarëve të Shkodrës të jenë të pranishëm nesër në ditën e bicikletës, në mënyrë që ta promovojmë në mënyrë sa më të suksesshme ditën e nesërme, po jo vetëm ditën e nesërme ta përdorin bicikletën çdo ditë, për sa të jetë mundësia t'i lanë edhe makina në shtëpi dhe të përdorin sa më shumë bicikletën. Dua t'ju falenderoj për këtë stacion kaq të bukur të bicikletave, që është një stacion i dashur për qytetarët e Shkodrës, sepse mund të kesh makinë, motor dhe përdor bicikletën në më shumë. Është një mjet i mrekullueshëm për Shkodrën dhe shkodranët shumë i dashur. Ju falenderoj shumë që ishit sot në studio, ju uroj mbarësi në punë, në pasionet tuaja, në ecurinë tuaj dhe çdo gjë të mirë. Faleminderit. Faleminderit ju. Ditë mirë dhe pedaloni me bicikleta. Patjetër.